Vasil Bedinaj, kandidati i pavarur për Bashkinë Vlorë, ka zhvilluar një takim me banorët e lagjes Partizani ku është njohur me problematikat e komunitetit egjiptian. I pyetur se çfarë parashikon programi i tij për këtë lagje, Bedinaj u shpreh se ai do të përkushtohet më shumë zonave që kanë probleme të mëdha për shkak të lënies së tyre në harres. Ai të vi të shikoj se ne jemi të zhgënjur në Rama. Shumë premtoi, po asnjë gjë s'bëri. Për komunitetin tonë asnjë gjë s'po bën ai. Kot. Të vi të shikoj lista sa janë, nga fillimi deri në fund. Jemi pa punë me çfarë do t'i lajm. Na vjen rënd kalojmë nëpër rrugët e këtej, vetëm kalojmë helikopter jemi bër. Të vi ai këtu të vi. Ai s'ka ndonjëherë të po vetëm bëma xhiro ande nga Lungomare. Ku ti po vën për Lungomare? As na duhet Lungomare se jemi pa bukë. Mezi po shtyjmë ditër. Prandaj ne duam një njerëz që të drejtojë Vlorën tamam si është për drejtuar. Unë kam ardhur këtu që t'ju them që për herë të parë të besojmë të vetja dhe t'i futemi punës vetë. Po nuk ishe i vojtur, nuk mund se si të dish hallet e komunitetit ku jeton. Dhe unë i di se vi nga ju, nuk vi nga ata. Por duhet ta vendosim të gjithë bashkarisht që është mundësia që të bëjmë diçka. Të paktën ta provojmë. Unë bashkë me ju ta provojmë. Dhe unë jam i sigurt që kur të dalim ne për ta bërë, do ta bëjmë. Kandidati Bedinaj premtoi se do të vijojë takimet me banorët edhe pasi të jetë në krye të bashkisë për të punuar së bashku me ta për Vlorën. I pyetur nga qytetarët për një premtim konkret, ai u ndal te rruga dhe furnizimi me ujë të pijshëm. Po unë dua çdo muaj të vesh lagje me lagje të kërkosh hallet e popullit. Kujt kanë kësi kanë? Të jap fjalën dhe ju premtoj të gjithëve që fytyrën time e shikoni sot dhe do ta shikoni gjithmonë. Mua më pëlqen të punoj tek ato lagje që kanë më shumë nevojë për ne. Atëre, çfarë mund të bëni siç u bie në sy ky popull, këto vuajtjet njerëzve, çfarë do të bëni, se dhe ne duam të vim një premtim, duam të mbahemi, ku do mbahemi? Unë nuk varem nga asnjë. S'kam as parti, as kryetar, asnjë gjë. Unë për herë të parë në Vlorë, në drejtimin tim do punoj me ju, jo me ata. Ata do bëjnë ca kopushim njerë. Do rinë ata, do flengjum. Do ta provojmë njerë. I provojmë ata 25 vjetë, nuk ditën të punonim, tashi do dalim unë dhe ti, do ta provojmë unë dhe ti. Po unë e ti do ta bëjmë se dim që pa ujë nuk rrihet, pa rrugë nuk rrihet. Vlonjat që të rri pa ujë nuk do të ketë më. Bedinaj premtoi se brenda mandatit të tij asnjë vlonjat nuk do të vuajë mungesën e ujit të pijshëm.